se duhet të ditë problematikat, afrimet me partitë e reja, tërheqjet e shumë kandidatëve me kontribut në terren që kanë një votë besim shumë të madh tek qytetarët. Kemi parë dhe një lloj forme, një luftë virale që po bën zoti Rama, zoti Basha, zoti Berisha, që në fakt deri diku ka ngrënë edhe diskutim sa i takon asaj që i serviret publikut. Ke një koment meqense me zotin Basha dhe me zotin Berisha ke punuar, ke patur edhe një lloj afërsie me ta, një lloj komunikimi me ta. Si shikon ti këtë? Një lloj gracke që kanë rënë me zotin Berisha nga në zoti fakt Rama? nuk kam punuar që është e vërteta, por me zotin Basha po edhe ajo me fragmente siç e keni vërejt në këto 4 vite, që të tre liderët janë përfshirë në këtë formë të re që t'i jep teknologjia të promovimit është një gjë shumë e mirë, sepse kjo është një trend i gjithë botës, nuk është vetëm i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Çështja është produkti i kësaj dhe dyta elementet që përdoren. Në syrin tim, zoti Rama është në këtë formë, komunikimi është brenda natyrës së tij, pak sleng, pak të shkujdesur, brenda saj stature që ka ndërtuar, edhe ku ka qenë kryetar bashkie, edhe si kryeministër, që i merr gjërat edhe me shkujdesje. Ajo që më bë përshtypje ka qenë mënyra se si e ka pritur dhe se si e ka kthyer topin zoti Basha, më zhduk pak ndryshe, ndoshta këtë ka menduar të ndryshojë X faktor dhe ka gjetur një X faktor të kësaj natyre. Nëse kjo është e pranueshme nga publiku, nga shqiptarët, kjo do të duket në vota. Por në syrin tim është pak e tepruar duke menduar staturën që ai ka ngritur në gjithë këtë kohë, që nuk i shkon fare kjo lloj demonstrimi. Po megjithatë, është zgjedhje personale, nuk është në të drejtën time që të gjykoj mënyrën se si e perceptojnë fushatën e Fakti që tyre zoti Basha u bë pjesë e lojës, se shikon si tentativë për të marrë mbështetje tek ata që përdorin rrjetet sociale apo faktorizim nga ana e zotit Rama? Unë shoh si karrem nga ana e zotit Rama për të vazhduar lojën e tij që ka të vazhdueshme, ka patur në gjitha fushatat e tij për të tallur opozitarin, kanë qenë domethënë fushatat e tij ca herë në disa raste, kanë qenë pothuajse të papranueshme me fotografi, me verb dhe gjithçka të natyre, por me zotin Basha ka dashur ta faktorizojë, sigurisht edhe mund ta faktorizojë, por nuk di se çfarë rezultati do të jap në votime. Këtë nuk e kam shumë të qartë sepse ai pranon shqiptarët zoti Basha me këtë lloj gjybe të re që nuk i shkon fare. Xhoe, e shikon si një lloj karremi siç artikulon